Jemi në të dielën e tretë të kreshme, pra po si them është java e tretë, mo themi jo e diela e tretë, java e tretë, dhe presim të dielën që vjen të festojmë atë që quhet e diela e tretë e kreshme ose falja e kryqit. Kisha ortodokse gjatë periudhës së kreshmës, në mes të kreshmës, duhet dini se kreshma është 6 javë, dhe këto 6 javë përmbyllen 40 ditë, pastaj kemi dhe javën e pësimit, prandaj quhet edhe 7 javë, por në mes të kreshmës 40 ditë, pra në të dielën e tretë të kreshmës, kisha na vendos përpara kryqit. Që neve të shkojmë në kishë edhe t'i falemi kryqit të Zotit. Prandaj edhe kjo dielë quhet e diela e faljes së kryqit, dhe në kishën ortodokse lexohet Ungjilli sipas Markut, ku Zoti Krisht pa turmën bashkë me nxënësit e tij dhe u tha atyre: kush do të vi mbas meje, të mohojë veten e tij, të ngre kryqin e tij e të më vi pas. Sepse kush do të shpëtojë jetën e tij do ta humbas. Kush do ta humbas jetën e tij për hirin tim dhe të Ungjillit, ky do të shpëtojë. Sepse çdo bi do të ketë njeriu në fitov gjithë botën dhe dëmtoj shpirtin e tij, apo çdo të jap njeriu në këmbim të shpirtit të tij. Sepse cili do t'i vi turp për mua dhe për fjalët e mia në këtë brez kur orshkeles e mëkatar, edhe birit i njeriu do t'i vi turp për atë kur të vinë në lavdinë e Atit bashkë me angjët e shenjtë. Dhe u thoshte atyre: me të vërtetë po e them se janë disa prej këtyre që rinë këtu që nuk do të provojnë vdekje derisa shohin mbretërinë e Perëndisë duke ardhur me fuqi. Ky është Ungjilli sipas Markut që lexohet këtë të diel që vjen në kishë dhe siç thash përpara nesh ndodhet kryqi i Krishtit. Pra, në mes të kishës është vendosur kryqi i Krishtit dhe të gjithë besimtarët krishterë ortodoks mbas mëngjesorës ose dhe mbas liturgjisë, varet se si organizohet, por kanonikisht është mbas mëngjesorës, para se filloj liturgjia hyjnore, vinë besimtarët dhe i falen kryqit të Krishtit. Dhe patjetër jo më kot kisha e ka vendosur faljen e kryqit në mes të kreshmës, sepse kreshma është një udhëtim i gjatë, mund ta themi, është 40 ditor dhe është një udhëtim i lodhshëm. Pra, ne filluam kreshmën, kemi kaq ditë që po ecim, por ndjejmë ndoshta edhe një lodhje. Kjo nuk mund të jetë vetëm lodhje fizike, sepse dhe trupi mësohet tani, por është një lodhje, si themë, mendore dhe shpirtërore. Pse? Sepse ne kemi hapur luftë me djallin, me demonët, me pasionet tona. Patjetër që kjo luftë është një luftë intensive, më intensive se ç'bëhet gjatë vitit liturgjikal. Kështu që në këtë luftë kemi nevojë dhe pak ose për të marrë fuqi. Dhe kjo fuqi nuk vjen thjesht nga kreshma, sepse kreshma nuk është qëllim, është një mjet. Dhe nuk është vetëm kreshma ushqimore, po kreshma fillon nga stomaku dhe pastaj, siç e kemi thënë, ajo duhet të na ndihmojë të kreshmojnë gjithë shisat dhe mbi të gjitha të kreshmojë qenia jonë shpirtërore, por fuqinë e marrim nga kryqi i Krishtit. Aty buron fuqia. Dhe aty e merr dhe vlerën dhe kreshma, sepse kreshma është një periudhë pendese, është një periudhë zije që na nxit në vetë përmbajtje, por mbi të gjitha na nxit në vetë dije për mëkatet tona, dhe këto mëkate ne i nxjerrim jashtë vetes me pendim rrëfimin. Dhe kjo na ndihmon që të bashkohemi me Zotin, që Zoti është i shenjtë. Dhe gjithë qëllimi i kreshmës është për të arritur në ndjesën e mëkateve, që nuk vjen thjesht nga kreshma, as nga pendim rrëfimi, por vjen nga kryqëzimi i Krishtit, birit të Zotit, si bir njeriu në kryq, dhe nga kryqi buron falja e mëkateve tona.
Prandaj, gjithë qëllimi është që ne të shkojmë te Krishti i kryqëzuar dhe i ngjallur. Dhe prandaj dhe Kisha na ka vendosur përpara figurën e kryqit, që neve të kujtojmë se çfarë qëllimi ka Kreshma, pra të bashkëkryqëzohemi me Krishtin, që të ngjallemi bashkë me atë dhe të marrim fuqi nga kryqi i Zotit, i cili qëndron thash në këtë mes kreshme dhe në mes të Kishës. Por të gjithë ne krishterë ortodoks jemi shumë familjar me kryqin dhe nuk mund të ketë të krishterë ortodoks pa kryqin, jo vetëm si figurë gjeometrike, por pa kryqin edhe si frymëzim dhe pa kryqin edhe si koncept doktrinor për shpëtimin ton. Nuk ka shpëtim pa kryqin. Në qoftë se do kishte shpëtim pa kryqin, atëherë Zoti nuk do të shkonte në kryq. Por i vetmi shpëtim që mund t'i vinte njeriu ishte nëpërmjet kryqit, sepse njeriu doli nga parajsa duke ngrënë një frut të ndaluar të një peme, pra një pemë e të mirës dhe të keqe të nxori njeriu nga parajsa, po ashtu në urtësinë dhe diturinë e Perëndis, po nëpërmjet pemës, pra drurit të kryqit, ku do të kryqëzohej biri i Zotit si bir njeriu, do të vinte shpëtimi. Sepse edhe në ligjin ishte shkruar i mallkuar është ai që varet në dru. Dhe vetë Zoti i Krisht që është bekim, u bë mallkim për shpëtimin ton. Prandaj kryqi është e vetmja mënyrë shpëtimi. Kjo është arsye që gjithë Kisha ortodokse në gjithë shërbesat e saj fetare fillon dhe i mbaron me kryq. Dhe gjithë ne të krishterë ortodoks që fillojmë jetën e besimit ose udhëtimin drejt Zotit në ditën e pagëzimit, që është dhe lindja ose rilindja jonë shpirtërore, ne që në atë ditë marrim kryqin që na jep prifti duke lexuar dhe duke thënë fjalët e Krishtit. Ai që do të vinë mbas me, të moj vetë të marrë në kryqin e tij e bën ndjek pas. Dhe që nga ajo ditë kryqi është i varur në qafën tonë dhe nuk mund ta heqim deri në momentin e fundit të jetës. Pra, madje edhe trupat e të krishterëve kur i varosin edhe me kryq. Dhe prandaj kryqi është bashkulltari ynë, jo vetëm thash si figurë gjeometrike, si shenjë e Krishtit, por gjithë jeta jonë është një kryq. Dhe çfarë do thotë të jesh i kryqëzuar ose ta bësh jetën kryq? Kjo është shumë e rëndësishme. E para, kryq do të thotë të duash në momentin që të kryqëzojnë dhe asgjë brenda teje të mos ndryshojë përkundrejt atyre që të kryqëzojnë. Pra, të mos urresh armikun tënd. Vetë Zoti tha, duheni armiqt tuaj, bekojni ata që ju mallkojnë, lutuni për ata që ju keq trajtojnë. Dhe Krishti nuk e tha këtë vetëm si një teori të bukur, filozofi, por e realizoi vetë në kryq. Çfarë tha në kryq Krishti? Shau, mallkoj. Jo, fali o atë se nuk din çka bëjnë. Dhe të njëjtën gjë kërkon dhe nga neve, sepse ai na ka dhënë fuqinë e tij, fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, që të kalojmë të gjitha idhërimet, mundimet, zëmërimet, hakmarrjet, edhe kur jemi në vuajtje në kryq, pra, ndaj atyre që na bëjnë keq. Ti te kalojmë këto dhe ti falim dhe ti bekojmë dhe ti duam armiqt tan. Kjo do thotë të jesh në kryq. Ose kryq do thotë të lësh tjetrin të shkel, ndërkohë që ti qëndron më lart se ai. Egoizmi na bën që neve duke shfrytzuar fuqinë ton, pasurinë ton, statusin ton, moshën ton, neve të vetlit duam t'i sundojmë. Ky është ligji natyror, ose si them ligji i botës. Por tek Zoti gjërat janë ndryshe. Zoti nuk erdhi që të sundoj, as të shërbet, po të shërbej i përulur deri në vdekje kryqi. Madje Krishti i shërbevi edhe atyre që së donin, i shërbevi dhe i lavi këmbët edhe Judës. Ju e dini këtë. Pra, dha shembullin e përurësisë së përsosur. Kështu që kryq do thotë kur ti ndihesh më lart se një dikush, ti e përul veten dhe e duron atë. Pra nuk hakmerresh
ose nuk pozicionohesh në një marrëdhënie kundërshtare, luftarake ndaj atij që të bën keq. Edhe pse je më lart dhe më i fuqishëm se ai. Kryq do të thotë të falësh të drejtat e tua dhe të mbash vetëm detyrimet. Shpeshherë bota e mëkatit kërkon të sajat, kërkon egon, kërkon unin. Por bota shpirtërore, ai që frymëzohet nga shpirti i shenjtë sipas shembullit të Krishtit, nuk kërkon të sajat. Dashuria thot nuk kërkon të sajat, thot apostulli Pavli. Pra dashuria është energji që buron nga Zoti, që është vetë dashuri, e cila ne marrim, që është dashuria e vërtet dhe e përçojmë të tjerët duke mos kërkuar që të tjerët na i kthejnë. Prandaj thash, Zoti thot dojni armiqt. Nuk thot doni vetëm miq, sepse miqt i duam, sepse na duan, por kjo është një dashuri e ndërsjellët, një dashuri ndoshta edhe biologjike, siç është marrëdhënia prindër-fëmijë ose fëmijë prindër me njëri tjetrin, ose fis e fare fis, ose me miq e me shok. Jo, dashuria është vërtet të duash edhe kur nuk të duan. Kjo është të qëndrosh në kryq. Dhe të mos mbash ato të drejtat, por vetëm detyrimet që ke ndaj të afërmit. Si thot Zoti, bëni të tjerëve atë që duan të t'ja u bëjnë juve. Pra, Krishti nuk na lën në pasivitet, mos i bëj tjetrit atë që s'ta bëjnë ty. Kjo është ligji natyror, ligji i botës. Krishti na bën aktiv sepse na e fuqi. Bëj tjetrit, të afërmit tënd, pra që ke afër aty, atë që duan të ta bëjnë ty, pra i aktiv. Dhe patjetër kjo do thotë që ti të marrësh pamjen ose rolin e një shërbëtori ndaj atij që është në nevojë. Kryq do thotë të japësh kafshatën tënde në momentin që je i uritur, duke u hequr si i ngopur, që tjetri mos të kuptoj flijimin tënd. Shpeshherë, natyra jonë egoiste kërkojmë të bëjmë ndere që tjerët na i dinë. Prandaj edhe i bëjmë ato në mënyrë të dukshme, ose i bëjmë në mënyrë që të tërheqim vëmendjen e tjerëve. Kjo nuk është e mirë e përsosur. Çfarë thot Zoti? Mos marri vesh e djatha që bën e majta. Sepse në qoftë se ne e bëjmë të mirën për të pëlqyer nga njerëzit, ose për të marrë miratimin ose shpërblimin e tjerëve, Zoti thotë e keni marrë, thotë, çfarë kërkoni ju? Ju doni thjesht të lavdëroni, e morën lëvdatën nga njerëzit. Dhe e mira që ti bën, pra në një farë mënyrë nuk ka shumë vlerë, s'është gjë e kësaj bote që shkon. Kurse e mira e vërtet është një mirë që bëhet në fshehtësi, një mirë që nuk bëhet në interes. Si thotë, edhe mos kërkoni ato që keni dhënë. Dhe është Perëndia thot ai që ti kthen ty gjërat. Pra, çdo të thot, do të thotë që ti të bësh të mirën pa interes se tjetri mund të ta kthej. Kjo është e mira e vërtet, që është e mira që vjen prej kryqit. Kryq do të thotë të shohësh vuajtjet e tua dhe të mos dëshpërohesh, po shpresosh tek përdallimi i Perëndis. Shpeshherë neve bëjmë të kundërtën. Ne kur ndjehemi në vuajtje themi që Perëndia na ka braktisur. Perëndia nuk na do, Perëndia si dhe t'i ashpër me neve. Dhe ankohemi. Por nuk është kështu. Perëndia lejon kryqe, pra që janë edhe pjesa e sëmundjes, e vuajtjeve shpirtërore dhe trupore, ose dhe vështirësive ekonomike, shoqërore, natyrore, të cilat janë për të mirën tonë. Asgjë nuk ndodh pa lejen e Perëndis. Asgjë. As e mira, as edhe e keqja. Por Perëndia lejon edhe të mirën dhe të keqen për të mirën tonë. Dhe ky pra është që qëndrosh në kryq, që në vuajtje mos dëshpërohesh, por të shërbesh, të shpresosh në përdallimin e Perëndis. Kryq do thotë të ngrihesh nga mëkati ku rrëzove me pendim, ashtu si bëri apostulli Petro, i cili edhe pse e mohoi Krishtin, ai qau hidhur, por nuk mjaftoi vetëm me qarje, por shkoi dhe rrëfeu mëkatin tek apostujt dhe pasaj dhe tek Krishti vet. Ndryshe nga Juda, i cili dhe ai e kuptoi se bëri gabim. Edhe ai pati keqardhje, por nga egoizmi i tij nuk vajti tek apostujt dhe thot unë mëkatova, unë e tradhtova mësuesin, e shita dhe s'jam i den të jem bashkë me juve. Dhe nuk priti ngjalljen e Krishtit që
ti kërkonte falje Krishtit, por me egoizëm shkoi dhe vari veten. Ky është hidhërim dëshpërimi, që nuk vjen nga Zoti, po vjen nga djalli. Kryq do thotë jetosh duke falendëruar Perëndin dhe në momentet më të vështira për ty. Ne duhet mësohemi që gjithmonë duhet themi faleminderit Zotit, edhe kur ti je në kryq. Madje kur je në kryq, je në situatën më të mirë për veten tënde, sepse Zoti në kryq jo vetëm po të jep mundësish për shpëtim, po dhe po të nderon, por të lavdëron. Kryq do thotë të jepesh vullneti Perëndis edhe sikur kjo të kushtoj edhe jetën. Prandaj, të jesh në kryq ose të bësh jetën tënde kryq nuk është e lehtë. Dhe nuk është thjesht të mbash një kryq në formë gjeometrike si shpesh e kuptojmë, po të bësh jetën kryq. Fatkeqësisht ka të krishterë që dhe kryqin në formë gjeometrike nuk e mbajnë. Madje ju duket i tepërt, i bezdisshëm, ndonjëherë si them edhe i panevojshëm. Po kjo është një keqje shumë e madhe, sepse që në momentin që dikush heq kryqin nga qafa ose nuk e bën shenjën e kryqit, nga padia, nga indiferenca, nga pabesia ose edhe nga frika, në këtë moment ai ka filluar rënjen e tij. Dhe patjetër nëse do vazhdojë në këtë situatë, ai do të bëhet armiku i kryqit, armiku i Zotit, armiku i kishës. Prandaj të dashur me Krishtin, neve duhet të bëjmë shenjën e kryqit, ta bëjmë shenjën e kryqit, të jetojmë me frymën e kryqit. Çfarë thot apostulli Pavli? Nuk do mburem me gjë tjetër veçse me kryqin e Zotit, ku bota është e kryqëzuar në mua dhe unë jam kryqëzuar në botën. Dhe shenja e kryqit, që ne të krishterë ortodoks e mbajmë, e nderojmë, i falemi, e proskinisim, themi, është një shenjë e lashtë. Nuk është e ka gjetur kisha tani në kohët e fundit, po që në shekullin e parë, që në kohën apostolike, mbaj shenja e kryqit. Këtë shikojmë te katakombet. Katakombet, për ata që nuk e din, janë varre të nëndeshme, ku atje varroseshin trupat e njerëzve dhe aty shkonin të krishterët për të kryer ato shërbesat fetare, sepse ishte vendi që nuk mund t'i shkonte në mendje perandori, si thash, mirë thash, shtetit romak, se mund mblidheshin njerëzit për të kryer një aktivitet fetar, siç ishte edhe mesha hynore. Por aty shkonin të krishterët dhe po shikojmë nëpër katakombe, që janë që nga shekulli i parë, shikojmë shenjën e kryqit të vizatuar. Pra për treguar se të krishterët shenjën e kryqit e përdorin që në shekullin e parë. Dhe patjetër që në çdo kohë të krishterët e kanë përdorur, e kanë zbukuruar, e kanë përsosur shenjën e kryqit, jo vetëm si një stoli ose si një shenjë që mbahet në trup, por edhe mënyrën se si e bëjnë shenjën e kryqit. Edhe forma që neve sot bëjmë shenjën e kryqit me dorën e djathtë, me 3 gishtrinjt e parë që simbolizojnë Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, që janë bashkuar në një pikë për treguar se Perëndia është 1 në 3, dhe 2 gishtat e tjerë për treguar 2 natyrat e Krishtit, hynore dhe njerëzore, të bashkuara dhe jo të përzjera. Dhe mënyra se si bëjmë në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë është një shenjë që ka evoluar gjatë kohës. Në fillim të krishterët e bënin shenjën e kryqit me gishtin e madh, në ballë dhe në buzë dhe në zemër, që mos kuptoheshin nga autoritetet romake, të cilët ishin armiq të Krishtit, po dhe të shenjës së Krishtit që është kryqi. Por dalë kur kisha pastaj doli nga katakombe dhe doli nga persekutimi, atëherë filloi që shenja e kryqit të bëhej dukshëm. Dhe dalë ajo mori ato kuptimin e vet teologjik që kemi dhe sot, dhe një shenjë që ne bëjmë si krishterë ortodoks, që na dallon dhe nga pohimet e krishtera të tjera heterodokse, jo ortodokse, siç janë romano-katolikët, të cilët nuk e bëjnë siç e bëjmë neve, ose dhe heretikët ose heterodoksët protestant, të cilët ata e kanë hequr fare shenjën e kryqit. Por ne të krishterë ortodoks bëjmë shenjën e kryqit në këtë mënyrë, dhe kjo është mënyra korrekte që bëhet shenja e kryqit. Dhe duhet dim se shenja e kryqit ka fuqi. Ka fuqi se është shenja e Krishtit.
Simbolet nuk janë kot dhe pa kuptim. Po të shikoni në botë ka shumë simbolika. Dhe gjitha simbolet shprehin një doktrinë. Dhe këto doktrina shprehin energji, edhe mendore, shpirtërore, po edhe përgjojnë edhe energji fizike. Varet nga ata që i përdorin dhe çfarë duan të përcjellin. Kështu edhe kryqi, që është shenja e Krishtit, simboli i Krishtit, nuk është thjesht vetëm një shenjë dekorative, që ne e mbajmë në kishë ose e mbajmë në ambientet tona ose në qafën tonë, thjesht si një simbol. Jo, shenja e Krishtit si figurë gjeometrike, por dhe kur bëhet me dorë, ajo përçon energji, fuqin e Krishtit, pra të shpirtit të shenjtë. Si tek personi që e bën, dhe tek personat e tjera që i drejtohet ose objektet që i drejtohet dhe ku përdoret shenja e kryqit. Kjo është e vërtetuar në kishën tonë ortodokse. Kemi jetë pafundësisht të shenjtorëve, të cilët me shenjën e kryqit ata shëronin njerëz, largonin demon. Ose ne dim që me fuqinë e kryqit ne të krishterë ortodoks shenjtorojmë ujin dhe bëhet ujë bekuar, që vetëm ne e bëjmë si të krishterë ortodoks. Ose vajin bëhet vaj bekuar ose fqeli. Ose edhe buka dhe vera që afrohen në altar, kur ju bëhet lutja epiklisis që drejtohet shpirtit shenjtë që të transformojnë në bukë dhe në verë duke përmendur fjalët e Krishtit, merrni hani, ky është trupi im, pastaj merrni pini, ky është gjaku im, bëhet përsëri shenja e kryqit dhe këtu vjen dhe shenjtërimi që buka dhe vera shndrohen në trup dhe në gjak të Krishtit. Pra, të gjitha këto tregojnë se shenja e kryqit ka një fuqi të madhe që ne duhet të dimë si ta përdorim. Ne të krishterë ortodoks kemi një armë kaq të fuqishme në dorë, që është më e fuqishme se armët bërthamore. Por, fatkeqësisht pak të krishterë din ta përdorin këtë armë, ose më mirë të themi ja din vlerën kësaj arme. Dhe pastaj ankohen sepse djalli është më i fuqishëm se ata, ose si them janë njerëz të dobët dhe njerëz të cilët kontrollohen nga demonët, kontrollohen nga njerëzit, kontrollohen nga natyra, me frikra të ndryshme, me probleme ndryshme. Pse? Sepse nuk din ta përdorin armën. Kanë kryqin dhe nuk din ta përdorin. Kjo është për fajt të tyre. Sepse kisha gjithmonë përsëri dhe përsëri flet dhe sqaron për të gjitha të vërteta që Zoti zbuloi nëpërmjet apostujve, por aq më tepër kur flasim edhe për të vërtetën e kryqit. Siç na tregohet dhe këtë të diel që presim të dielën e tretë të kreshme. Prandaj duhet t'ia dim vlerën kryqit të Zotit. Por patjetër që kryqi i Zotit që bëhet dhe kryqi ynë duhet të bëhet me besim. Pra të besojmë se duke bërë shenjën e kryqit dhe duke mbajtur kryqin, patjetër që përçojnë energjitë e Zotit. Por nuk mjafton vetëm besimi, duhet edhe përkushtimi. Pra duhet që kur ta mbajmë dhe ta bëjmë shenjën e kryqit të bëjmë një jetë të shenjtëruar, ndryshe kryqi nuk ka vlerë. Fuqia e Zotit nuk vepron në mëkat, vepron në shenjtëri, ose në pendim dhe në mendje të përullur. Prandaj dhe neve na ndodh ajo që neve mund ta bëjmë shenjën e kryqit, por nuk ndodh asgjë. Përkundrazi demonët përqeshen dhe tallen me neve. Pse? Sepse kryqi ynë është me dorë mëkatare. Jo me dorë të pisët thjesht nga pisliqet fizike, është me dorë të pisët nga aspektet morale. Pra, dora jon, si them, ka bërë mëkate. Dhe patjetër një dorë që bën mëkate nuk ka fuqi kryqi. Një dorë që vjedh, si mund të ketë fuqi kryqi? Një dorë që është të godet, që dhunon të tjerët, si mund të ketë fuqi kryqi? Një dorë që prek trupa për mëkat, si mund të ketë fuqi kryqi? E të tjera. Prandaj nuk na ka fuqi kryqi. Kështu që neve duhet ta bëjmë shenjën e kryqit jo vetëm me besim, por dhe me një lloj, ose më mirë themi me një përkushtim dhe me shenjtëri. Ashtu siç ngjiste
dhe ngjit shenja e kryqit tek besimtarët e vërtet të përkushtuar dhe në mënyrë veçantë të shenjtorët, të cilët vetëm me shenjën e kryqit ata shëronin dhe bënin mrekulli. Dhe ndalonin katastrofa natyrore, madje fitonin betejë, luftra, vetëm me shenjën e kryqit, duke e mbajtur edhe duke e bërë. Ne e dim që Konstantini të Madh, i cili u bë pastaj perandori i pari krishter, ai e fitoi betejën e tij për të pushtuar Romën vetëm nga shenja e kryqit. Zoti Krisht i shfaqet në vegim, me shenjën e kryqit dhe i thot me këtë shenjë do fitosh. Dhe vetëm kur Konstantini, i cili ishte pagan, e bëri këtë shenjë të kryqit në flamurin e vet, në pazmoret e ushtarëve, ai hyri në Romë dhe pushtoi Romën dhe u bë perandor. Dhe përnder të shenjë të kësaj shenjë që fitoi, ai e mbushi Romën që ishte armikuja e Krishtit dhe e kryqit me kryqin. Madje bëri dhe një statuj duke mbajtur një kryq në dorë. Dhe ai ndryshoi gjithë historinë e Evropës, sepse Evropa që ishte antikrishte u bë krishter deri më vonë, që fatkeqësisht tani Evropa po e shikon kryqin si diçka pa vlerë, pra kërkon ta heq nga institucionet publike e të tjera, thjesht ta izoloj vetëm në kish, gjëja për mos të prekur të tjerët që nuk janë të krishterë, por kjo nuk është thjesht për hir të respektit ndaj tjerëve, përkundrazi, kjo është një mosbesim ndaj kryqit dhe një fyerje ndaj kryqit. Dhe pastaj ndodh ajo që ndodh, prishen ekuilibrat, nga mëkatet morale vijnë problemet sociale dhe prishen dhe marrëdhëniet shoqërore, fillojnë dhe konfliktet. Sepse ne larguar nga kryqi i Zotit. Nuk ka shpëtim pa kryqin e Krishtit. Dhe ajo e fundi që mund themi është se siç e thon Shënjo Angujarti që në atë kohë, pra është një problem kjo, nuk është diçka që na ndodh vetëm neve sot, por dhe në atë kohë Shënjo Angujarti kritikon ashpër të gjithë ata që e bëjnë shenjën e kryqit në mënyrë jo korrekte. Dhe kjo është një sëmundje që vazhdon brez pas brezi, nga prindri te fëmia. Dhe shikojmë që vi njerëzit në kish dhe bëjnë shenjën e kryqit në mënyrë frenetike, thot Shënjo Angujarti. Është e vërtet. S'din ç'a bëjnë. Është sikur dikush thot sikur i bie një mandolinë, një kitare. Me këtë tallen demonët. Dhe patjetër që Zoti nuk të bekon, po të qorton. Nuk je detyruar të bësh kryqin, po jo të tallesh me kryqin. O bëje, o mos e bëj. Prandaj, neve duhet ta bëjmë shenjën e kryqit në mënyrë korrekte. Le të pyesim, nëse nuk e dim. Prandaj, edhe prindit duhet t'ia mësojnë në mënyrë korrekte fëmijës dhe ta bëjnë ata në mënyrë korrekte kryqin që edhe fëmia ta shikojë dhe ta imitoj prindin, po edhe kur jemi në kish, si nga klerikët dhe nga laikët, duhet të bëjmë shenjën e kryqit në mënyrë korrekte. Që edhe ata që nuk e din ta shikojnë dhe ta bëjnë ata në mënyrë korrekte. Sepse nga që ne bëjmë shpesh shenjën e kryqit, kjo bëhet dhe rutinë. Prandaj, etrit e kishës na mësojnë, si të gjithë etrit e kishës deri më sot, që shenja e kryqit bëhet në formë korrekte, domethënë, duhet të preki të gjithë pjesën e trupit tënd. Pra, duhet të preki ballin, duhet të preki barkun tënd, krahun e djathtë dhe pastaj krahun e majt. Duhet ta prekësh trupin tënd. Ta bësh, ta ndjesh që po e kryqëzon trupin tënd. Vetëm kjo është një shenjë korrekte e bërjes së kryqit. Dhe na këshillojnë etrit, mos e bëni shpeshherë. Bëj një kryq dhe bëj tamam. Në fillim të meshës, në fund të meshës, nëse do ta bësh tamam. Dakor, bëj shumë herë, po do duash, po bëj ama në mënyrë korrekte. Dhe mos e bëj asnjëherë ku nuk e bën në mënyrë korrekte. Sepse ai të kthehet në mallkim. Në vend që të vi hiri dhe fuqia e Perëndis, kur ti nuk e bën në mënyrë korrekte, vjen djalli dhe demoni dhe hyn brenda teje. Dhe ti thua pasaj, vajta dhe në kish, u luta,
po më dola më i ngarkuar, më i mërzitur, më i lodhur se qyra. Pse? Kush ta ka fajin? Ta ka fajin vetja jote. Se ti nuk bën, marrim një aspekt, shenjën e kryqit me korektësi. Kur nuk bën shenjën e kryqit, patjetër as nuk lutesh mirë, as nuk dëgjon, e vin të gjitha me rrallë ato pastaj. Prandaj të dashur me Krishtin është shumë e rëndësishme kjo. Edhe tjetra, po e them dhe këtë, pavarësisht se kam thënë dhe herë tjera, nuk e them unë, të e thon shenjtorët, për shembull shën Paisa Gjoriti, të rreq vëmendjen për përdhosjen e shenjës së kryqit, që bëhet në vende publike, pra ku vihet shenja e kryqit poshtë në për rrugë, që të shkelet me këmbë, në për tretuar, në për si them pengesa për të kaluar nga një portë në portë tjetër, madje vihet në për karike që të ulet dikush mbi shenjën e kryqit, vihet në për veshje, pantallona në xhepat e mbrëmjes që të ulesh tash, vihet në veshje në vende fyese shenja e kryqit, vihet në për këpucë poshtë ose sipër që ta kesh shenjën e kryqit tek këmbët. Vjet madje edhe në për tualete që të shkosh dhe ta përdorësh shenjën e kryqit. Pra, këto nuk janë rastësishme. Nuk janë thjesht se këta si them arkitektët e bëjnë këtë thjesht për ta pasur zbukurim. Jo. Ndoshta me dije, ndoshta dhe pa dije, ata e bëjnë dhe vënë shenjën e kryqit të përdoset. Shenja e kryqit nuk vjet aty, nuk shkelet me këmbë. Kush do të dëshironte që shenjën stemën e familjes tij ta ketë dikush në tokë ta shkelin njerëzit me këmbë? Patjetër askush nuk e do. Gjithë duan që stema e familjes tyre, ajo që si tregon atë si them personalitetin e tyre ose përmbledh gjithë atë historikun e jetës tyre dhe familjes tyre, duan në vend deri, apo jo? Po pse shenjën e kryqit duhet ta shkelin me këmbë? Pra nuk është thjesht problem arkitektonik. Është problem shpirtëror, është problem që vjen nga mendjet djallëzore për ta fyer kryqin. Dhe ne si të krishterë duhet të reagojmë. Duhet të reagojmë. T'ju themi njerëzve kjo nuk duhet. Ose mos kalon nga ajo rrugë ku ka kryqe. Ose mos e blit tapetin me kryqe dhe ta shkelësh. Shiko çfarë kishte vënë dikush në derën e shtëpisë, sapo kishte filluar kreshma, kishte vënë një nga ato që i mbajmë për të fshirë këpucët, dhe atje kishte vënë një urim për kreshmën. Edhe e quante gjë fetare. Dhe kur dikush i tha ç'është ky urim për kreshmën që ti ta shkelesh me këmbë, lëri këto fanatizma që janë këto. Dhe shumë të tjerë e përgëzojnë, thotë shumë mirë ke bërë. Ose kur vjen Krishtlindja, vën te këmbët ato që fshin këmbë, Merry Christmas, ose gëzuar Pashkën. Dhe thonë njerëzit, ja kjo çështje fetare, kjo është skandal. Ashtu bën dhe kryqin, që ta shkelin. Dhe bëjnë në mënyrë fare kështu pa kuptim. Si thash, edhe nëpërmjet në ato tapetet, gjërat e vendosin. Duhet jemi të vëmendshëm. Se mirë bota që nuk e di. Po ne që e dim, atëherë thot Zoti, mirë ata, se ata nuk din, po ju dini dhe doni ta bëni këtë gjë kundër meje. Patjetër si mund t'jesh i Krishtit? Po ti je armiku i kryqit. Kështu pra, ta kemi parasysh këtë dhe le të kujtojmë edhe disa thënie të shenjtorëve, për shembull Shën Sofroni i Jeruzalemit e quan shenjë e kryqit është shenjë shpëtimtare, shenjë jetëdhënëse, shenjë shenjtëruese, armë fitimtare. Shën Grigori Nisës, mbrojtës nga të këqijat, Shën Joan Gojarti, pasuri e të gjithë të mirëve. Dhe le të presim këtë të diel, të shkojmë në Kish, e para duke pasur kryqin i qafë, duke bërë shenjën e kryqit në mënyrë korekte, në mënyrë ortodokse, dhe duke u falur shenjës së kryqit, duke thënë këto: me fuqinë e kryqit të çmuar o Krisht Perëndi, ruajna nga ndikimi i paudhit dhe vlerësona t'i falemi pësimeve të tua dhe ngjalljen jetëbërëse, pasi ta kapërcejmë faqe bardh, kreshmën dhe mëshirona si mirë dhe njëri dashës. Amin.